A ke arrit sa duhet me qëndrumet në ditët e fundit, ose edhe lajmi për humbjen e ti, a ka arsi diçka e papritun, apo ka lëngu nga një smundje prej të cilës edhe keni qenë përgatitur që s'ka përmirësim? Realisht, babi, vitin e, më thonë, para vdekjes, ka qenë i smur nga veshkat. Më thonë, totalisht, më thonë, e lëshuan veshkat. Po, herë e mërë të vetën, herë ashtu, shtu që një vit shkoj ashtu, momentet e fundit jetës me te i kam da, une pikrisht, kam marrë nga Prishtina në Prizren, kam qenë me mamin edhe me babin, edhe ishim, hera par kishte për të bërë, nuk më kujtohet ato për dializ, më kujtohet për momentin, edhe e bërëm, ishim në spital, u këthujem në shtëpi, edhe e mori vetën, disi boni disa gjeste, tani s'pëdu mi shprej, edhe mune thash këto e në gjestet mira, sepse i ndihmoj ajo. Edhe kur erdhëm në shtëpi, sa u fut ullë në krevet, tha, a do të rish, tha, në Prizren, a do të kthejesh Prishtinë? Jo, thash, unë babin tim e kam thirë tatë, sepse kemi shprejtë. Thash, jo, tatë, ko me najtë. E veç ka busqesh, tha, një ma mu drejtu, është drejtu, 3 herë ka morë frymë thellë dhe ka ndru jetë. Ndurët e mija. Ndurët e tua. Që kjo pak e pritur themi, po jo në qatë formë. Në qatë formë. Edhe me mami kam qenë aty, normalisht, si çdo vdekje. Po vdekja për vdekjes po dalek.